Ish-banorja e Big Brother VIP Albania Livia Brunga ka qenë në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale për shkak të lidhjes së saj me Mevlanin. Gjatë një interviste të fundit, ajo ka folur hapur dhe sinqerisht për jetën e saj personale dhe për sfidat në karrierë. Livia nuk ka kursyer asnjë fjalë teksa ka diskutuar për dashurinë, duke theksuar se nuk ka frikë të hapë sërish zemrën dhe të dashurohet. Nuk më frikson të dashurohem përsëri sepse dashuria, edhe kur të lëndon, të mbështet dhe të mban gjallë. Një herë në jetë jam dashuruar kokë e këmbë, ka thënë ajo. Ndjekësit janë shprehur se këto fjalë mund të jenë dedikimi drejt për Mevlanin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.